Përshëndetje, burri më ofendon, më thot, s'du me pas fëmijë me ty. Për çdo gjë me fajson, a kam haram munda. Përshëndetje, motër. Haki yti e drejtë e jote është që me pas fëmijë. Nëse burrit ka marrë dhe nuk don me pas fëmijë me ty, parimisht themi ki drejt me kërku shkurorzim. Nuk po hyn në pika tjera se qysh i ki ranet në familjen tane, te prindët tu, a do të pranojnë vllaznia, a do të gjanë burr tjetër që ban fëmijë me ta, e tjera. Ato janë probleme tjera që do të kisha këshillu para se me marrë një vendim për munda prej ti me i pas parasysh ato pika. Por, sa i përket kësaj pyetje që ke ban, kjo është arsye e mjaftueshme që një gru me kërku shkurorzim apo thjesht me u shkurorzu prej burrit nëse burri nuk ka fëmijë, domethënë s'ka bën me to dhe s'do me bën. E drejtë e gruas është me lyp fëmijë. Por nëse ti ke një fëmijë 2, 3, 4, 5, edhe thot mos po du. Në këtë rast nuk e shoh nevojshme me u nda prej ti përderisa ke fëmijë. A nëse s'ke fare, edhe e ty e pacha e për në mes të dash me bën. Nëse thot s'po bën 1 vjet, 2, 3, 5, diçush do të tolerohi, por nëse thot unë s'du me pas me ty fëmijë. Domethënë me një farforme po t'jep shaja që s'don ai hiç kurr. Atëherë të lejohet me kërku shkurorzim. Allahu na përmirësoft, Allahu na përmirësoft.